Rreth 80 gra në Elbasan janë diagnostikuar me tumor të gjirit vetëm gjatë 8 muajve të parë të vitit, ndërsa shifrat mbeten të larta. Mjekja onkologe Lulieta Vathi konfirmon rritjen e rasteve tek moshat e reja, por edhe për shfaqjen e sëmundjes në grup moshat mbi 75 vjeç, çka konsiderohet e pazakontë. Jemi në muajin tetor, që është muaji i sensibilizimit për kancerin e gjirit. Flasim për vit për këtë kauzë kaq të fortë që na intereson të gjithave në fundit. Gratë janë të sensibilizuara, vinë, interesohen, dinë më shumë për simptomatikën, për shenjat e para që mund të kapen, siç mund të jetë një kokër në gjirin e tyre, një formë e pazakontë e gjirit të tyre, një rrjedhje patologjike nga fithi, apo kokra patologjike që mund të vijnë re në sqetullën e tyre. Ajo që është risi dhe që mund të themi është që janë shtuar stadet e para të kapjes së sëmundjes, kjo fal gjithë informacionit që ne japim vazhdimisht, dhe sëmundja po kapet në faza më të hershme, pra gjithmonë më shumë kemi faza të 0, 1 apo 2, vëm re një numër më të shtuar të grave të cilat paraqiten në stade të para, por që janë mosha të reja, poshtë 40 vjeç, dhe një numër më i shtuar ke moshat e treta, mbi 70 apo 75 vjeç. Kjo është e pazakontë, sepse vetë kanceri i gjirit, moshën kur frekuenton më shumë gratë, janë mosha e peri dhe menopauzës, që do thotë 45 deri në 50 vjeç. Kjo është tipikja e tij, domethënë. Betejë me kancerin e gjirit mund të jetë e vështirë, por jo e pamundur. Mesazhi që mjekja onkologe përcjell është ky. Mesazhi sensibilizues është që gratë të njohin veten e tyre, të lënë me një anë jo vetëm në tetor, por në çdo moment kur ato ndihen keq apo shikojnë një parregullsi në strukturën e anatomisë së gjirit të tyre, dhe të orientohen sa më parë, fillimisht ke mjeku i familjes dhe pastaj ke specialisti. Elbasani Vion përmendet si qarqet me numrin më të lartë të tumoreve përfshirë edhe kancerin e gjirit, ku shkaqet mjedisore duket se kanë ndikimin e tyre.